I kalojmë tek supa. Një supë që? Një supë vitaminoze me vitamin C po shoh, sepse ka karotën, ka portokallin dhe produktet e tjera do t'ja u tregoj me gramaturën përkatëse në ekran. Shënojni, janë në talierën tonë të verdh, i kemi vendosur 2 produktet kryesore, karota edhe portokalli. Pjesa tjetër do të vazhdohet me patate. I shohim të shkruara? Pra, supë kremoze me karota dhe ginger, 700 gram karota, një patate ëmbël, një patate e madhe e zakonshme, një qep e vogël, një presh i njom, një deg selino, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 litër lëng perimesh ose mishi, 1 lugë gjelle ginger e freskët, 1 majluge kumin, 1 majluge arr moskat, 1 copëz lëkurë portokalli, krip dhe piper sipas shijes. Pra, një supë kremoze, shënojni produktet sepse ka pak të tilla, janë produkte që i gjejmë në shtëpi, në dollap, janë prozërat e përditshme të shportës dhe mund t'i shtoni një shije ndryshe. Kjo është ndyra e vetme që do t'i shtoj. Lë paksa gjalpin, jo të digjet, po të ngrohet. Ja. Pra, me lëvizje klike të nxjerrës, pa vendosur fare lugën, arrim që të ngrohim gjalpin. Kam gjithçka e kam të grirë në blender. Blender në rende si të doni ju. Pra kam karotën, kam pataten si kam vendosur ujë dhe ujë nuk është i ftohtë, është pak i vakët. Kam qepën dhe preshin. Gjë që tani direkt, unë do të shtoj qepën. E mirat mirave, kur punoni, me lugën e drujt, është që luga të vendoset në ujë. Mos të qëndrojë dhe të thahet, sepse mbledh edhe mikrobët edhe gjithçka. Kam preshin dhe kam pjesën e bardhë dhe gjysmën, që është ajo ngjyra jeshile e hapët, po, që më duhet. Dhe karota tani marr dhe derdh lëngun e ngrohtë të patateve. I kemi vendosur aty që të mos oksidohen, por edhe ai qëndrimi i bën më të buta. I ndihmon edhe për t'u zier më shpejt. Mbasi unë e kam vendosur në ujë të vakët, pataten, do më pak zjerje se karota. Gjë që shtoj karotën dhe nuk pres tek qepa që të më bëhet tërësisht, sepse minutazhin që do kërkoj karota, qepa bëhet më shpejt. E shtoj. Preshi do në fund. E largoj. Marr një rende për lëkurën e portokallit. Kemi treguar më përpara se si agrumet portokallit janë në çdo stin faktikisht në tregun tonë, për t'i pastruar me sodë, me krip, gjithashtu i fërkon me sodë me krip dhe mundohesh që të largosh çdo mikrob që ndodhet në përpore të tyre. Pra, duke mos marr pjesën e bardhë të portokallit, vetëm pjesën e portokallit. Ja, gjithë masa këtu. Dhe kam mjaftueshëm. Me lëngun e portokallit do ta shtoj në fund fare që t'i jap atë shijen e veçantë. Ashtu direkt në tenxhere. Vjet që lëkura ka aromë më të fortë se sa vetë tulli. Dhe shkon shumë me gingerin. Gingerin i freskët. E kam përdorur pluhur. Që mos ketë atë shijen intensive, shumë i fuqishëm. Gingeri që është atëre tek fëmijët për shembull nuk e përdorim, shumë absolutisht, ose do përdorim shumë pak në pluhur. Gingeri i freskës, se ne më mësuar, është
ka një shije shumë të fuqishme dhe më të fuqishme nga ajo çfarë ne e gjejmë këtu. Po. Pra gingeri që është original, patjetër është, sikur si dhe avokado që ju shikoni, është një avokado sërish tjetër që ne shikojmë sepse dhe ngjyra e avokados këtu është më e tjetërsuar. Po. Nëse në treg shohim dy lloje, megjithatë është tjetër ndoshta për kur flasim për perimet, ertat edhe po, kur flasim për perimet, ne na intereson të themi, mua për shembull, më intereson të them atë çfarë është e perimja. Qartë. Sepse janë produkte që nuk rriten këtu dhe do mjaftohemi me atë që importohet dhe që unë them vazhdimisht që organizmi i njeriut kërkon atë frut dhe atë perime që ne jemi rritur, sepse është në ADN-n e organizmit. Po. Tani, ne do presim që të zbuten perimet që sapo shtuam, duke vazhduar edhe me patatet në to. Shtë edhe pak lëng nga makaronat. Shumë bukur. Përse? Lëngun e makaronave shfrytëzojmë pak në gatimin. E ka pak atë trashjen që i jep supës vetë. Po. Pa përdorur unë niseshte ose miell. Bukur, e lëm pak të zbuten karotat, do të shtojmë edhe patatet më pas dhe erdhëm me një mokador me shije karameli se kishim nevojë për diçka të ëmbël, ndryshe nuk shtyje dita. Rikthehemi për të vazhduar punën me supën, pra e lam tek zbutja e perimeve, do t'i lëm avash në temperaturë në mesataren, jo të largohen dhe të përfiten të gjitha lëngjet edhe të na mbetet vetëm pjesa e tulit të perimeve, por në mënyrë graduale. Duke shfrytëzuar dhe të gjithë portokallin, kemi marrë një portokall mesatar, tek i cili do të shfrytëzojmë lëkurën dhe lëngun. Do marrim dhe lëngun aty apo vetëm lëkurën? Po. Këtë do ta lë. Do ta lë të thahet, si lëkurë që nuk ta përdor si dekor, dhe do të shtoj pataten, gjë që e hoqa lëngun sikurse dhe bra dhe një shplarje të patates. Patatja dihet që ka amidonin dhe bën trashjen. Produktet kryesore të një supe është qepa dhe patatja. Qepa dhe patatja. Ato japin atë shpesh përdoret e karota, po janë të dy përbërës që asnjëherë nuk i ndalen asnjë lloj supe. Mund të jetë karota, po pa qepën përsëri gjella supa nuk bëhet, se jep atë shijen edhe lëngun e mirë. Kjo është opsionale, por i jep një ngjyrë të këndshme. Kam shuar shafran. Pra i jep bukurin, përveç vlerave po, i jep edhe bukurin supës. Po. Do të shtoj. Si që thamë ginger i plur? Ginger këtu. Okej, edhe kuminin? Edhe kuminin nga e qova, pa tjetër që e kam shuar në një vënd. Kumini është një erëz shumë e mirë, fa ka një aromë fantastike dhe ndihmon shumë zonja të cilat vuajnë nga osteoporoza, kështu që përdoreni kuminin si erëz, gjeni, paktën vitet e fundit kemi një informacion të bollshëm edhe recetat le themi huazohen, qarkullojnë kështu ndër anvisa. Gjithashtu në internet informohemi për vlerat që kanë shëndetësore, që kanë erëzat bimët aromatike. Një prej tyre, siç e kemi theksuar edhe më herët, është kumini që përdoret edhe në gjell, edhe në supa dhe që është shumë e mirë për osteoporozën. Përdor arën e muskatit ose arën myshk. Po. Gjë që e kemi thënë, përdoret shumë, ka një përdorim shumë të gjerë tek ëmbëlsirat dhe tek ragut. Ai sa është masa që ne na nevojitet. Patjetër që do të shtoj një masë kripe. Duhet me pas kujdes te kripa, sepse unë kam edhe ujin e makaronave që shtova ishin me krip. Dhe e dim shumë mirë që përheqjen e kripës, po jo që t'jetë krip fare. S'ka i bën zehër, s'ka i bën, po normalisht me ndihmën e një domateje, ose me ndihmën e një patateje, siç është e vendosni, derisa të përthithë ato lëngjet. Që mos i japim atë shije, që vendosim domatën ose patatën, atëherë fillojmë të vendosim edhe disa gosh karafili tek domatja. Edhe japim një shije më ekstra. Në fund fare, unë kam lënë që të kem preshin, sepse preshi është në trupin
e vetë ka goxha përmbajtje ujore, po dhe sikurse nuk ka nevojë si puna e qepës që të ka urdiset mirë. E shtoj në fund fare, sepse më duhet që të kem shijen e duhur. I largoj. Shtoj dhe një mas ujë, pra diku tek një filxhan. Nuk dua ta bëj të lëngësht, sepse në momentin që do ta bëj të lëngësht dhe do të kaloj në frulim, mua sërish do të duhet ta trashësh lëngun. Atëherë, kam pajisjen. Që mirë është që të mos shtohet themun e nxehtë, po të lëm të ftohet pak. Do të shtoj masën e ujit, apo të kalojmë në publicitet. Po, kalojmë në publicitet dhe unë avash, edhe me panën. Ashtu, se mona prishet dhe pajisja. Jo. Sepse do ta ndihmoj me panën, gjysmën e panës edhe me lëngun e portokallit, gjë që temperaturat janë pastaj që nuk fillon edhe e bëhet si puna e tenxherës presionit. Po, tamam. Është drejt ajo gjë. Kështu që presim pak minuta, nuk është një shkëputje e gjatë, ka reklama për të falenderuar të gjithë mbështetësit tanë dhe rikthehemi. Po kaq pak. Mirë se erdhët në pjesën e dytë të hapësirës tonë të gatimit. Përgatisim një supë të shijshme të shëndetshme me ginger, me karota, me portokall. Unë do të doja që ti përsërisja edhe një herë produktet se çfarë na është dashur për përgatitjen dhe për ardhje deri në këtë fazë. Gjatë publicitetit arritëm që ta kthemi në krem dhe më shikoj trashësia e duhur. Po. Ndërkohë, receta është kjo: supë kremoze me karota dhe ginger. 700 gram karota, një patate e ëmbël ose një patate e madhe zakonshme, e grirë në rende, një qep e vogël, një presh i njom, një deg selino, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 litër lëng perimesh ose lëng mishi, 1 lugë gjelle ginger e freskët, 1 majluge kumin, 1 majluge arë muskat, 1 copëz lëkur portokalli, krip dhe piper sipas shijes. Kjo është pra receta e shkruar. Tani, nëse do afrohemi për të parë konsistencën trajtën që do të ketë supa, është kjo. Pra të gjitha perimet që i ka urdisëm, i kthyem në krem, në blender. Atëre, marr dhe shtoj. Ja, si është kremoze. Është e mëndasht. Do të shtoj lëng portokalli. Provoj një herë shijen. Për kripën, aromat e forta që janë aty. Është një supë që ka shije të fuqishme. Po, aromat janë të forta. Ndaj, do të shtojmë pak pana, ndoshta në fund, që të na zbuten ato aromat. Sepse, e ndjej në nuhatje që aromat nuk janë aq sa duhet. Do të shtoj një mas të panës. Ja, zbut pak edhe ngjyrën, po ashtu edhe shijen. Pra ka të ngjyrë që i duhet. Gati pra, një supë kremoze, që shijon si e ngrohtë ashtu edhe e ftohtë. Në momentin që luga fillashka juaj ngjyroset, krijon atë shtresën. Vetëm garuzhdja e kupton se është apo jo, sepse luga e drurit të gënjen. Po. Pra në momentin që është rëndesa, është kremoziteti i duhur apo konsistenca që na duhet për një supë kremoze, e cila është shumë e shëndetshme për gjithë familjen, edhe për fëmijët, duke paksuar ndoshta atë shijen ose shtesën që i bëjmë të gingerit, ose do të zgjidhni gingerin pluhur siç zgjodhëm ne, në sasi të
pakët për t'i dhënë atë lezetin e shijes, për t'ia forcuar vlerat dhe për të krijuar një pjatë të tillë. Që po mos ta në fund fare. Ja, kjo është supa, do t'i shtojmë në fund fare, gjithashtu pana, edhe për dekor, po siç e tham, për të rregulluar zbutur pak shijet e forta. Edhe pana duke qenë më kremoze, më e ngjeshur, qëndron mbi supën, është më e rëndë. Në fund fare do ta përziejmë dhe do ta shijojmë. Edhe pak në qendër dhe supa është gati. Mos harrojmë edhe ndonjë lëkurë portokalli, sikur e freskon edhe bukur. Në fund fare e zbukurojmë me disa gjethe koperi. Në fund fare mbasi është krijuar edhe lëkura e portokallit edhe të fahet lëkura e portokallit që të qëndroj koperi jo i zhytur brenda. Nëse unë të vendos bimët aromatike kur janë të nxehta, normalisht nuk kemi vetëm ato oksidimin me thikë, problemi është edhe sepse nxihet gjetja e padyshim. I heq të gjitha këto për të kaluar. Kjo ishte supa receta e dytë.